Kryeministri Edi Rama shëlluar me vezë këtë të hënë nga një grup studentësh. Incidenti ka ndodhur në momentin kur kreu i qeverisë po dilte nga Universiteti i Shkencave Sociale në Tiranë, pas takimit që zhvilloi me përfaqësues të biznesit të vogël. Vezët nuk e kanë prekur kryeministrin, por kanë rënë mbi makinën e tij. Më pas kanë ndërhyrë forcat e policisë, të cilët shoqëruan 8 student në komisariatin numër 2. Studentët e shoqëruar janë Anita Lushi, Bora Mema, Klodi Hoxha, Viki Qipi, Liri Kuçi, Durim Jasharaj, Dardan Konjufca dhe Valton Marku. Në reagimin e saj, Lëvizja për Universitetin bën të ditur se sulmi ndaj kryeministrit u krye në shenjë revolte për ligjin e arsimit të lartë. Lëvizja për Universitetin dhe Lëvizja Studentore e Prishtinës, pjesës së cilës janë studentët e shoqëruar, kanë pretenduar se ata janë dhunuar fizikisht gjatë rrugës. Qeveria përdori policinë e shtetit për të kaluar forcërisht një reformë që pasuron privatët. Tashmë qeveria po përdor dhunën policore për të ruajtur privilegjet e privatëve, thuhet në deklaratën e tyre. Janë marrë aktivistët, janë qelluar, janë tërhequr zvarr, janë kapur për flokësh, ka qenë një, nuk e di, një skend brutale, terror. Nuk kanë denjuar që të vinë dhe si që organizuan sot atë konferencë me bizneset, të vinë në një fakultet të Universitetit Tiranës dhe të organizojnë një tryezë me studentët lidhur me pakënaqësitë e tyre mbi reformën edhe mbi çështjen e universitetit. Atëherë, kjo sot nga sigurisht që ishte spontane. Akti antiligjor dhe antikushtetues është reforma për arsimin e lartë sot. Ne mendojmë se akti i shokëve dhe i shoqeve tona ishte shumë i drejtë dhe më së i pranueshëm për logjikën demokratike të vendit. Disa nga studentët që qelluan me vezë në drejtim të makinës së kryeministrit shqiptar Edi Rama vinin nga Kosova. Mediat kosovare shkruajnë se 3 të rinjt nga Kosova, Durim Jasharaj, Dardan Konjufca dhe Valton Marku, janë aktivistë të njohur të lëvizjes vetëvendosje. 8 studentët e shoqëruar u dërguan më pas në drejtorinë e policisë së Tiranës për të marrë në pyetje. Do të kërkoni lirimin e personave të ndaluar për çështjen e vjedhjes? Çfarë?